presidentin Vučić në Beograd. Ai pozitën e tij e ka bërë jashtëzakonisht të qartë. Nuk e pranon shtetin e Kosovës. Ai po pret rrethona të gjeopolitike që do t'ja mundësonin atij që ta kthej apo pjesës të saj ta kthej, sepse më duket që nuk i intereson asgjë përtej veriut. Kështu që kjo është problem i madh, kjo është problem i cili e mban Kosovën jashtë OKB-s, që e bën vështirë antarësimin e Kosovës në NATO dhe gjithashtu futjen e Kosovës në BE. Po këto janë objektivat më të menjëhershme, do të thoja. Futja në NATO, mendoj që është plotësisht e mundshme me asistencën, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Nuk ka dyshim fare që forcat e sigurisë të Kosovës do të kualifikohen për NATO. Kështu që problemi i madh është që të demonstrohet çfarë vlere japin, shtojnë ata dhe të çarmatoset opozita e atyre asaj katërshës jo njose, do me thonë, demonstrimi i vlerës së shtuar, sa i përket kësaj. Po të gjej shumë gjëra të mira për të ardhmen, po